Ma tregoj një çfarë ke drejtorin? Tani i mat, Si quhet babi yt? Gonje. Agron. Agron. Po? Agron. E ka? E ka dhe djalë xhaxhait e djalë teze. Si djalë? Po. Pra dy motrat kolonjare u martuan me dy vëllezër. Dy vëllezër nga Devolli. Po. Dhe gjaku është i dy fish dhe ne jemi rritur. Prandaj po të them. Kështu që këtu kemi qenë po gradec me drejtorojnë. Dhe ty, do të kjo i bie ty të bie djalë xhaxhait të babit. Po, mund t'i binte edhe djali tezës. Dhe në gjithë jetën time, ky ka qenë xhaxha. Xhaxha. Po mirë, Sepse në gjithë jetën xhaxha edhe ne i thrisim xhaxha drejtoroj aty në një farë mënyrë, po. Dakord. Tani më thuaj cili është kujtimi më i bukur që kemë. Ky ka qenë një kujtim shumë i bukur në fakt, sepse ky më ka bërë një analizë të librit që unë kisha nxjerrë në dritë në vitin 2009, mos gaboj, dhe thot nëse ka një migjend që mundet t'i vi Shqipërisë, je ti. Ta ka shkruar aty? Po, i kam në shtëpi të gjitha.